kësaj thonë kur parlamenti shtrohet në një bodrum të mafjes. Parlamenti nuk respekton as një rregull, as të rregullores, as kushtetutën, as ligjet. Parlamenti përdoret si një dyqan privat i partisë së krimit dhe kjo ishte një seancë ndër më të turpshme, ku pas një farset elektorale të pa precedent në vend që qytetarët të ndigjonin të gjithë faktet, argumentat e opozitës dhe deputetëve dhe kandidatëve për atë që ka ndodhi me 11 maj. Këta ja mbathin brenda disa minutave. Ja, shifri, ja ikin. Dhe janë, ja u thash dhe në parlament si të pat ju. Ishte shumë më drejt që në parlament të vinë post e karteleve sësa këta. Se ata janë të vërtet, kurse këta janë thjesht shërbëtor të tyre. Megjithatë, ajo që duhet garantoj shqiptarët, vendosmërinë e palkundër të opozitës të mbrojë kauzën e drejtë të tyre për votën e lirë. Faleminderit. Tani pyetje se e kishit parë duke i çfarë pyetje keni? Kam unë një pyetje. Sa urdhë po? A jemi në njëra një gjysë të zyrë aty? Se ka gjëra. Tani e kam për parlamentin. Po. Partia Socialiste sot e ndërpreu seancën sigurisht me forcën e kartonave ku kanë 74 vota. E mendoni se çfarë do të ndodhë në shtator kur kanë 83 plus 3, 86 vota? Pra do ta diskutoni edhe këtë? Një lloj, kanë një vot, ka gjithsej. Ata janë një. Janë të gjithë pa, mos e pyet, kush vjen aty? Vinë përfaqësues të, nuk janë deputet ata, janë, do të thënë, janë përfaqësues të një farse të shëmturë elektorale që s'ka pa vendi kurrë. Do përcaktohet. Të gjitha format e qendresës janë të pranueshme. Do diskutoni sot me drejtuesit politik grevën e Jo, sot me drejtuesit politik kemi çështje krejtësisht teknike. Kanë të bëjnë thjesht me disa... Do diskutoni rezultatin që kanë marrë disa prej tyre? Jo, nuk ka problemi. Sot ka gjitha takimi është lidhur me finalizimin sa më shpejt të raportit. Mirupafshim. Seancë të turpshme konsideroi zoti Berisha seancën e parë.